Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë zije për moderatoren e njohur shqiptare, humb personin e shtrenjtë të familjes. Mëngjesin e kësaj të hëne, sporti dhe media shqiptare u zgjuan me një lajm të trisht. Ish basketbollisti i njohur i ekipit të Dinamos dhe gazetari sportiv Enea Andrea ka ndëruar jetë në moshën 55 vjeçare. Humbja e tij ka lënë një boshllëk të madh te familjarët, miqt dhe ndjekësit e shumë të sportit. Mësohet se Enea Andrea pësoi një atak kardiak fatal teksa po stërvitej në palestër. Ndonë se rreth 7 vite më para ai kishte kaluar një problem të ngjashëm me zemrën, ai kishte dalë të rekuperojë plotësisht duke u rikthyer në një formë optimale fizike dhe duke vazhduar jetën sportive. Enea ishte një emër i dashur dhe i respektuar në basketbollin shqiptar. Për shumë vite ai kontriboi me pasion për ngjyrat e ekipit të Dinamos, ku spikati për talentin e tij duke u bërë gjithashtu pjesë e rëndësishme e ekipit kombëtar. Ai do të kujtohet gjithmonë si një sportist model dhe një koleg i palodhur. Pas tërheqjes nga parketi, Enea nuk u shkëput nga sporti i zemrës. Ai u bë një figurë shumë e njohur në media shqiptare si specialist dhe komentator i spikatur. Zëri dhe analizat e tij profesionale në transmetimin e basketbollit amerikan e bën atë një pikë referimi për të gjithë adhuruesit e këtij sporti në Shqipëri. Përveç arritjeve të tij, Enea ishte edhe vëllai i binjak i aktores së njohur Emma Andrea. Lajmi për ndarjen e tij nga jeta ka tronditur thellësisht rrethin artistik dhe sportiv, të cilët e vlerësonin Enean jo vetëm për profesionalizmin, por edhe për integritetin dhe mirësinë që e karakterizonte.